Duke dëgjuar Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde, të dashur të ri, jemi këtu përsëri me temen të rit me shpresë drejt së ardhmes. Ju shoqëron Motër Irenea Lekaj. Muajin e kaluar kemi bërë një ecje në pyetjen kush jam unë, ndërsa sot do të kalojmë në një pyetje tjetër, po kaq të rëndësishme: kush dëshiroj të bëhem? Kërkojmë të vërtetën që je ti o Zot, na mëso si të njohim ty. Flasim për një udhtim të hapur, por jo për një përgjigje fikse. Të rit kanë dëshirë të zbulojnë cila do të jetë e ardhmja e tyre, kush do të bëhen, cila do të jetë puna që ata do të bëjnë, si do të jetë e ardhmja. Në rini ka shumë ëndra, pasione, por nuk mungon edhe presioni i zgjedhjeve. Nëse pyetja kush jam unë shërben si një pasqyrë e brendshme e qastit, pyetja kush dua të bëhem është harta, është vend arritja drejt një horizonti, është një vizion për vetveten e të ardhmen. Kjo e fundit është thelbi i rrugtimit tonë, sidomos gjatë viteve të rinisë. Eci me shpresë drejt së ardhmes, duke bërë pyetjen nga kush jam unë dhe kush dua të bëhem. A nuk është njeriu një lundër e përhershme në detin e pandalshëm të ndryshimit? Nëse njeriu është një lundër e përhershme në detin e pandalshëm të ndryshimit, rinia është stuhia e këtij udhëtimi, periudha më dinamike dhe më vendimtare e tij. Çdo individ në thelb është një qenie që evolon vazhdimisht, është një mozaik i thyrë bindjesh, frikrash dhe aspiratash që ripërcaktohet në çdo përvojë të re. Në këtë vorbull të vetë zbulimit, dy pyetje themelore shërbejnë sigur themelit të ndërgjegjes. Pra, kush jam unë dhe kush dua të bëhem? Pyetja kush jam unë është pasqyra e brendshme e qastit. Ajo kap identitetin e formuar nga e kaluara dhe e tashmja, aftësitë e fituara, ndikimet familjare dhe shoqërore, dhe rolet që jemi detyruar ose kemi zgjedhur të luajmë. Është një përkufizim që ndonse esencial mbetet statik dhe i kufizuar. Por lundrimi i vërtet i jetës nuk fillon derisa të drejtohemi nga pyetja e dytë, kush dua të bëhem. Kjo nuk është thjesht një pyetje drejt asaj që synoj. Ajo është harta drejt horizontit,
është një vizion për vetveten në të ardhmen dhe në thelbi i rrugtimit ton të vetë krijimit. Kjo pyetje i shkëputet zinxhirëve të së tashmes dhe jep qëllim vullnetit duke shkuar drejt objektivit për të ardhmen. Ky proces është veçanërisht intensiv gjatë viteve të rinisë, sepse është koha kur lundra largohet nga bregu i sigurt i fëmijërisë. Deri tani kemi qenë në rregullat e familjes, janë ata që janë kujdes për ne. Të rritë ndodhen në një udhkryq ku presioni shoqëror për suksesin, zëri i brendshëm i tyre dhe realiteti i botës përplasen në një pikë të vetme. Kush dua të bëhem? A do të bëhem ai që prindrit e mi duan? Ai që shoqëria admiron? Apo ai që unë e di se jam i destinuar të bëhem? Të bëhesh ai që dëshiron nuk është thjesht zgjedhja një karriere, është një akt i vazhdueshëm i vetë krijimit dhe vetë realizimit. Kjo kërkon kuraju për të shveshur identitetin nga shtresat e pritshmërive të huaja dhe për të marrë përsipër përgjegjësinë e plotë të ndërtimit të jetës. Ajo përfshin sidomos 3 pika: zbulimin e zërit të brendshëm, ndërgjegjen, identifikimin e vlerave thelbësore si integriteti, liria, përkushtimi, që do të shërbejnë si orientim në udhëtimin që do të marrim. 2. Përcaktimin e destinacionit apo vizionit që ne kemi për veten, krijimin e një imazhi të qartë dhe frymëzues të vetvetes së ardhshme, një unë që ka të kaluar versionin aktual. Dhe 3. Lundrimin përmes stuhive, dështimeve. Të kuptojmë se ndryshimi dhe rritja kërkojnë sakrifica dhe dështime. Çdo gabim nuk është një pengesë, por një kthes në hartën, një kthes për të gjetur rrugën apo qëllimin, zërin e brendshëm ku dëshiroj të arrijë. Dështimet të na ndihmojnë të kuptojmë se nuk ishte ndoshta ajo rruga e duhur për ne. Në fund, kërkimi për atë se kush dua të bëhem nuk është një detyrë që përfundon, është vetë motori i jetës me një qëllim. Të rritë që marrin seriozisht këtë pyetje, që hartojnë me kujdes destinacionin e tyre dhe ndjekin zërin e tyre të brendshëm, që është ndërgjegja, janë ata që pavarësisht ndryshimeve të pashmangshme të jetës, do të jenë gjithmonë në drejtimin e duhur, drejt një vetvete më të mirë, më të vërtetë dhe më të përmbushur. Të dashur dëgjues, jeni duke dëgjuar Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tuaj. Jemi këtu në emisionin Të rit me shpresë drejtë së ardhmes, ku ata bëjnë pyetje kush dua të bëhem, dhe vazhdojmë me identiteti si vepër në vazhdim. Identiteti njeriu të veçanërisht në agimin e rinisë shpesh keq kuptohet si një objekt i ngurtë, i vendosur qysh në lindje, si një vulë e pandryshueshme. Por kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. Nëse e shohim pyetjen kush jam unë si një përshkrim fotografik të gjendjes sonë të tanishme, një mbledhje e talenteve, defekteve dhe përvojave të trashëguara, atëherë pyetja kush dua të bëhem është kinemaja apo skenari i jetës që duam të shkruajmë. Ky kalim pra nga një thelb statik në një synim dinamik,
shënon dallimin thelbësor midis ekzistencës pasive dhe jetës pra me qëllim. Nga thelbi i trashëguar të qëllimi i zgjedhur. Natyra e ndryshueshme e njeriut nuk manifestohet në atë së çfarë kemi trashëguar, por në atë që zgjedhim të ndërtojmë. Të dish kush je është thelbësore. Kjo përfshin njohjen e pikave të forta dhe të dobta, por lundra, të cilën e kemi marrë si objekt për të shpjeguar se ne nuk jemi persona statik që qëndrojmë në një vend, por jemi dinamik që ndryshojmë dhe ecim përpara. Pra lundra nuk ndërtohet për të qëndruar në një vend. Akti i vërtetë i jetës, sidomos në periudhën e rritjes dhe të formimit, është të përdorësh këtë njohje si bazë për të krijuar një version të ardhshëm të vetvetes. Kjo pra është një akt i krijimit të vetvetes ku qëllimet bëhen mjet themelor për rritjen e identitetit. Flasim për qëllimit si forcë rritjeje. Qëllimi apo dëshirat luajnë rolin e motorit dhe të timonit. Të gjithë ne pra duhet të kemi dëshira dhe qëllime për të ecur përpara. Ai nuk është një dekurim, është një forcë e brendshme, pra që e detyron identitetin ton të rritet. Çdo vendim i madh, zgjedhja një fushë studimi, zhvillimi një disipline të re, përkushtimi ndaj një ideali nuk është thjesht një veprim, por një rishkrim i kapitullit të identitetit. Për shembull, një student që zbulon se nuk i pëlqen matematika, pra identiteti aktual, unë jam i dopt në shkenca, por vendos të përkushtohet për të kuptuar parimet të saj për të ndjekur inxhinierin, pra dëshira e thellë dua të bëhem inxhinier, nuk ndryshon vetëm notën. Ai ndryshon thelbin e tij, nga dikush që tërhiqet para vështirësisë në një individ me disiplinë dhe këmbgulje. Identiteti i ri shkrihet nëpërmjet qëllimit. Në këtë kuptim, rinia është koha kur ne ushtrojmë të drejtën tonë më të madhe dhe më të rëndësishme, atë të vetë përcaktimit. Të rit që ndjejnë pasigurinë dhe konfuzionin janë thjesht duke u përballur me hartën e zbrazët. Pra detyra e tyre është të marrin penen dhe të vizatojnë itinerarin e tyre, rrugën ku dëshirojnë të shkojnë. Ku dëshirojnë të arrinë jetën e tyre, duke transformuar kërkesën, pra nga pyetja që ishte më përpara kush jam unë, në gjendjen e thjesht kush jam unë duke u bërë, pra që është një proces i vazhdueshëm. Në fund të fundit, identiteti ynë nuk është vetëm ajo që ne jemi, por kryesisht ajo që ne përpiqemi të bëhemi përmes qëllimeve tona. Ky qëllim i vendosur është ajo shtysa e brendshme që shndron rinin nga një pritje pasive në një udhtim të fuqishëm dhe të vullnetshëm drejt horizontit. Betejë apo lufta për të arritur qëllimin. Kemi marrë pra si objekt lundren për të përshkruar më mirë rritjen tonë nga kush jam tek kush dua të bëhem. Lundra lundron e nxitur nga vizioni i përhershëm i pyetjes kush dua të bëhem. Ky vizion na sjell natyrshëm në thelbin e sfidës së sotme, ndërthurjen e pashmangshme, por shpesh konfliktuale, mes dy forcave madhore që tërhiqin shpirtin e të riut. Pesha e zërit të mbrendshëm, pra pasioni dhe ëndrat, të cilat janë nga brenda, dhe presioni i zërave të jashtëm, siç është familja, shoqëria. Tek pesha e zërit të brendshëm, pra brenda çdo të riu, është një udhërrëfyes unik,
pasioni dhe dëshira autentike. Kjo është forca krijuese që ka detyruar njerëzimin të bëjë përparim. Ajo i flet rinisë për një karrierë që i ndez shkëndi në shpirt, për fusha të ndjekura nga dashuria e pastër. Në aspektin e Lundrës, ky është destinacioni autentik që vetëm kapiteni mund ta shohë. Ndërsa kemi presionin e zërave të jashtëm, siç është familja, shoqëria, në anën tjetër, pra të timonit, shtrihen ndikimet e forta të jashtme, pritshmëritë e familjes për një profesion të sigurt ose për një prestigjioz, presioni shoqëror për të arritur suksese materiale dhe realizimi i ftohtë ekonomik. Këto forca shërbejnë si deti i trazuar i pritshmërive, duke detyruar Lundrën të ndryshojë drejtim për hir të mbijetesës. Në këtë shekull, pra, ku ka ndryshime shumë të mëdha dhe të shpejta të pasigurta, zgjedhja e rrugës së jetës për të rit nuk është thjesht një vendim, por një betejë delikate dhe e vazhdueshme mes asaj se kush jam, pra identitetit të vërtet dhe realizimit pritshmërive. Rinia e sotme është detyruar të bëjë një llogaritje të ashpër. A do të guxoj të ndjek pasionin tim, duke rrezikuar pasigurinë ekonomike, apo do të përshtatem me presionin shoqëror, duke shkëmbyer plotësimin e brendshëm me sigurinë materiale? Analizimi i betejës dhe kriza e identitetit. Sfidat dhe presionet janë të pashmangshme, por thelbi i një jete të përmbushur qëndron te guximi për të qenë autentik, pra origjinal. Mos i bëni zgjedhje të bazuar te frika e asaj që nuk do të ndodhë, por te besimi në atë që mund të ndodhë dhe që do të bëhet. Në fund të fundit, ne nuk zgjedhim vetëm një profesion, ne zgjedhim vlera që do të na udhëheqin, llojin e jetës që do të bëjmë dhe njeriun që duam të bëhemi. Ëndra dhe pasioni duhet të jenë zëri i brendshëm, ndërsa presioni i jashtëm thjesht zhurma që duhet menaxhuar në rrugën tonë drejt vetvetes. Kriza e identitetit sipas Erikson. Kjo fazë është një krizë identiteti ku i riu duhet të shkëputet nga identiteti i fëmijërisë dhe të ndërtojë një ndjenjë të re. Kjo kërkon eksperimentimin dhe rolet të provuarit e maskave të ndryshme. Pra, duke luajtur role të ndryshme, duke bërë dhe dallimin nga të tjerët, autonomia nga prindrit dhe lidhjen e kësaj me identitetin e karrierës. Identiteti moralo-shpirtëror. Kërkimi nuk është vetëm sipërfaqësor, stili apo shijet, por përfshin thellësisht vlerat, moralin dhe besimin shpirtëror. Qëllimi është arritja e një pjekurie të identitetit i cili është i qëndrueshëm, i vetëdijshëm për pika të forta dhe të dobta dhe i aftë për të marrë vendime të pavarura. Të dashur dëgjues, pra jemi në emisionin të rit me shpresë drejtës së ardhmes dhe tani po vazhdojmë me një pjesë tjetër, pra perspektiva biblike dhe shembuj të shenjtërve në jetën e të rive, pra kush dua të bëhem, si përgjigjet fjala e Zotit kësaj pyetjeje.
Njeriu i gjallë është lavdia e Zotit, pa të thënë Shën Ireneu. Sigurisht që hyje krijoi njeriun për më të madhen lavdi. Bibla mëson se qëllimi ynë themelor nuk gjendet në profesionin që zgjedhim apo në suksesin që arrijm në sytë e botës, por në marrëdhënien tonë me Krijuesin. Pra, nëse hani ose pini, ose çfarëdo që bëni të gjitha për lavdin e Zotit, lexojmë te letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10, rreshti 31. Ky varg nënkupton se çdo veprim, çdo punë dhe çdo zgjedhje, sado e vogël apo e madhe, duhet të shërbejë si një mënyrë për të nderuar hyjin që na ka krijuar. Të bëhesh dikush do të thotë të bëhesh një person që jeton në bindje dhe respekt ndaj urdhërimeve të hyjit. Rëndësia e dhuntive dhe talenteve. Parabola e talenteve, të cilën e lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 25, rreshtat 14-30, na mësojnë se Zoti i ka dhënë secilit prej nesh dhurata dhe pret që ne t'i përdorim ato në mënyrë të përgjithshme. Kjo i inkurajon të rinjt të zbulojnë dhe të zhvillojnë pasionet dhe aftësitë e tyre, jo për lavdërimin personal, por për ndërtimin e mbretërisë së hyjit dhe shërbimit ndaj të tjerëve. Ndërsa tek letra e Shën Pauli drejtuar Romakëve lexojmë: sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyr dhe të gjitha gjymtyret nuk kanë të njëjtin funksion, kështu ne që jemi shumë, jemi një trup i vetëm në Krishtin. Lexojmë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, rreshtat 4-5. Kjo do të thotë që të gjitha profesionet janë të nevojshme dhe me vlerë, për sa kohë që përdoren për të mirën e vendit ku jetojmë dhe me ndershmëri. Pyetja nuk është vetëm çfarë bëj, por si i përdor dhuntitë e mia për të ndihmuar të tjerët? Puna si qëllim dhe jo mallkim. Tek libri i Zanafiles, kapitulli 2, rreshti 15, puna është një bekim dhe një përgjegjësi. Ndërsa tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, rreshtat 23-24, lexojmë: çfarëdo që të bëni me shpirt si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse i shërbeni Zotit Krisht. Kjo heq presionin nga ajo që mendojnë njerëzit dhe vendos fokusin te cilësia dhe qëllimi i punës, duke lidhur atë drejt për drejt me Zotin. Këshilla kundër presionit të jashtëm materializmit. Tek Ungjilli i Mateut të lexojmë: mos grumbulloni thesare për veten tuaj mbi tokë, por grumbulloni thesare për veten tuaj në qiell. Mateu 6, rreshtat 19-20. Kjo i jep prioritet të gjërave me vlerë të përjetshme, siç janë karakteri, besimi, dashamirësia, dashuria, mirësjellja, mbi ato pra të përkohshmet, siç janë pasuria e madhe, pozita kalimtare e tjerë. Për Biblen, pyetja kush dua të bëhem transformohet në të jetoj në mënyrë që t'i jap lavdi hyjit dhe të përdor dhuratat që më janë dhënë për të shërbyer. Zgjedhja jon për profesionin apo karrierën bëhet një akt adhurimi dhe shërbimi. Pyetje reflektuese.
Në mes të zhurmës së pritshmërive botërore të familjes, tregut dhe ambicjeve njerëzore, si mund ta dëgjoj i riu zërin e fjalës? Dhe a është vërtet mëkati më i madh të shërbejmë botës, duke harruar shpirtin ton? Këto pyetje reflektuese shumë mirë mund t'i shohim tek jeta e shejtërve, sidomos tek disa shejtër të ri të kohëve tona. Si kanë jetuar ata? Cilat ishin zgjedhjet e tyre? Si i integruan ata pasionin dhe dëshirat për të arritur në misionin e tyre për t'u bërë mirë të tjerëve? Integrimi i pasionit me misionin. Marrim disa shembuj si e kanë jetuar shejtrit pyetjen kush dua të bëhem. Carlo Acutis, i cili jetoi nga viti 1991-2006, shejt i epokës digjitale, pra ai përdori pasionin e tij për kompjutrat për të shpallur mrekullitë eukaristike, duke i quajtur pra Eukaristin si autostrada drejt qiellit, si rruga më shpejt pra drejt qiellit. Ai donte të bëhej dëshmitar i Zotit në këtë botë moderne. Çfarë mësojmë pra nga kjo? Shejtëria nuk kërkon të largohesh nga bota, por të shejtërosh atë duke përdorur dhuratat e tua në shërbim të tjerëve dhe për të mirën e të tjerëve. Dhuratat apo talentet Zoti na ka dhuruar që t'i përdorim në dobi të njerëzimit. Një shejt tjetër, dëshmitarja e dashurisë të tjerëve, është Shën Gjana Beretta Molla, e cila jetoi nga viti 1922-1962. Ajo studioi mjekësinë dhe zgjedhja e saj profesionale ishte një akt i shërbimit, duke bashkuar jetën e devotshme me profesionin pra si mjeke. Ajo dëshmon se shejtëria mund të gjendet plotësisht në jetën bashkëshortore dhe në një profesion laik. Ajo vdiq për të shpëtuar jetën e vajzës së saj, e cila ishte në rrezik kur ishte duke lindur. Mjeket kërkuan që të vdiste fëmia për të shpëtuar nënën, pra Gjanën. Por Gjana Beretta Moll nuk pranoi një gjë të tillë, sepse ajo kishte dëshirë të jetonte vajza e saj, e cila akoma nuk e ka njohur jetën. Por përpara Gjana ishte përgatitur gjatë jetës duke qenë një grua e përkushtuar dhe e devotshme, një grua e përshpirtshme, një grua e cila ishte një mjeke shembullore dhe një nën flijuese për t'i dhënë jetën vajzës së saj. Shën Pier Giorgio Frassati, shejti i sportit dhe i lirisë. Ai lindi në vitin 1901 dhe vdiq në vitin 1925. Ai vinte nga një familje e pasur, por zgjodhi të studiojë inxhinierin si një mjet për të qenë me pranë punëtorëve të varfër. Ai shërbeu në heshtje të varfrit të Torinos. Çfarë mund të mësojmë nga ky shejt? Një i ri mund të ndjek me pasion profesionin e zgjedhur, por ta jetojë atë me një zemër të varfër dhe shërbyese.
Këshilla praktike për të njohur vetveten nga Pater Anselm Grün. Pater Anselm Grün pra na fton të ndalemi dhe të dëgjojmë zërin e brendshëm. Rënjët nuk rriten në zhurmë. Për të ditur kush jeni, duhet të keni momente vetmie, pushimi dhe reflektimi. Ky zbulon se profesioni yt duhet të jetë një vazhdim i asaj që ti je. Identifikoni vlerat themelore, cilat janë ato parime që nuk i shkel kurrë. Këto janë rrënjët tuaja morale. Pyesni veten, a është ky vendim në harmoni me rrënjët e mia më të thella? Forca për të përballuar stuhit, pra janë vetë këto vlerat për të cilat ne përcaktohemi. Janë vetë këto rrënjë, pra janë një mbrojtje e fortë e jona. Ato thithin energjinë dhe kuptimin pavarësisht nga thatësira apo nga stuhit e jashtme. Një i ri me rrënjë të forta nuk dorëzohet kur ndeshet me dështimin. Të dish pra kush dëshiron të bëhesh, do të thotë të dish edhe kush nuk dëshiron të bëhesh. Këshilla për ju të dashur të ri. Mos filloni të ndërtoni kulmin e jetës, pra karrierën, pa i siguruar themelet. Nëse ndërtoni jetën tuaj mbi atë që është e vërtet brenda jush, mbi rrënjët tuaja të qëndrueshme, atëherë çdo profesion që zgjidhni do të lulëzojë dhe do t'i shërbejë botës me qëllim dhe kuptim të thellë. Gjeni rrënjët tuaja dhe do të gjeni rrugën drejt asaj që jeni thirrur të bëheni. Tani le të dëgjojmë sërish fjalën e Zotit përmes Psalmit 8, i cili jep lavdi krijuesit dhe afirmon dinjitetin e lartë të njeriut. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun, me madhëri e të i kalon edhe qiellin. Prej gojes e fërishteve të foshnjave, lavdin e bërë gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiq e kryen kritës. Kur e sodis qiellin veprën e gishtave të tu, hënë në yje që ti vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh? Biri i Adamit që të përkujdesesh për të? E pra, e bëre pak me të vogël se engjujt, e kurorëzove me lavdi e shkelqim, i dhe i pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vure nën këmbët të tia. Delet e kafshët të gjitha, për me tepër edhe e gërsirat të fushës, shpendet e ajrit dhe peshqit të detit, të gjitha që përshkojnë udhët të detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Të dashur dëgjues të Radio Maris, të dashur të rinj, kemi arritur kështu në përfundim të emisionit të rit me shpresë drejtë së ardhmes, një udhtim i hapur, por jo një përgjigje fikse, dhe kemi kalu pra
Në pyetjen e dytë, kush dua të bëhem? Kemi marrë si simbol lundrën, e cila nuk është ndërtuar për të qëndruar në një vend, por për të udhëtuar për të shkuar drejt një destinacioni, një vendi që përcaktojmë ku dëshirojmë të shkojmë. Pastaj kemi parë se brenda nesh kemi dy forca, të cilat janë forca e brendshme që na ndihmojnë për të bërë zgjedhje, ose mund të themi presioni I zërit të brendshëm. Pastaj kemi parë që lundra lundron e nxitur nga vizioni I përhershëm I pyetjes kush do të bëhem. Ky vizion na sjell natyrshëm në thelbin e sfidës së sotme, ndërthurjen e pashmangshme, por shpesh konfliktuale mes dy forcave madhore që tërheqin shpirtin e të riut, që është peshra e zërit të brendshëm, pra janë pasionet dhe ëndrat të cilat vinë nga brenda dhe zëri I ndërgjegjes, dhe presioni I zërave të jashtëm, që janë familja, shoqëria, dhe kemi parë se identiteti moralo-shpirtëror, kërkimi nuk është vetëm sipërfaqësor, por përfshin thellësisht vlerat, moralin dhe besimin shpirtëror. Qëllimi është arritja një pjekurie të identitetit I cili është I qëndrueshëm, I vetëdijshëm për pika të forta dhe të dobta dhe I aftë për të marrë vendime të pavarura. Pastaj kemi reflektuar mbi perspektiven biblike dhe shembujt e shejturve. Kemi bërë disa pyetje reflektive dhe si ne mund të ndërtojmë jetën tonë duke u kujdesur pra që rrënjët tona të jenë të forta, duke u kujdesur që në këto rrënjë pra të kemi të qartë se çfarë dëshirojmë ne dhe cilat janë vlerat themelore për jetën time. Kjo është tëra pra për këtë emision. Shpresojmë që reflektimi ynë nga pyetjet kush jam unë dhe kush dua të bëhem t'ju ketë ndihmuar sadopak. Mos harroni, ju jeni të kurorzuar me lavdi dhe shkëlqim. Gjithashtu fjala shumë e bukur e Shën Ireneut, njeriu I gjallë është lavdia e hyjt. Faleminderit që ishit me ne në Radio Marinë e Kosovës. Ju përshëndes të gjithëve, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke dëgjuar Radio Marinë e Kosovës, një zë I krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë I krishterë në shtëpinë